Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jemi në kapitullin e 5 të librit të Tauhidit, i cili është pra kapitulli i thirrjes i ftesës së njerëzve tek dëshmia që nuk ka të adhuruar tjetër me drejt veç Allahut. Dhe përshtatshmëria në këtë libër është mbreslënse, sepse një kapitull më përpara ishte frika ndaj idhujtarisë, ndaj shirkut. Dhe thënia e Allahut të lartësuar, kul hadhi sebili ad'u ila Allahi ala basira. Pra surja Yusuf, ajeti 108, thuaj o i dërguar, thuaj o Muhammed, kjo është rruga ime, të ras për tek Allahu me dije të sigurt, dije e sigurt, pra me argumente. Transmetohet nga Ibn Abbasi radiallahu anhuma, që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam sapo dërgoi Muadhin për në Yemen, e porositi dhe i tha atij, vërtet ti do të shkosh tek një popull, pra tek njerëz që janë prej idhtarëve të librit, prej jehudëve dhe të krishterëve. Dhe le të jetë pra gjëja e parë që ti do t'i thërrasësh ata, pra dëshmia që nuk ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut. Dhe në një transmetim tjetër, të jetë gjëja e parë që i thret ata që ta veçojnë Allahun me adhurim. Dhe nëse ata të binden në këtë, mësoju atyre që Allahu u ka bërë obligim atyre 5 falje, pra 5 namaze çdo natë ditë, pra çdo 24 orë. Dhe nëse ata të binden te kjo, atëherë mësoj atyre që Allahu ja u ka bërë obligim sadakan, pra zakatin, që merret prej të pasurve të tyre dhe kthehet tek të varfrit e tyre. Dhe nëse ata të binden dhe te kjo, atëherë kujdes, ruaju prej ajkave të pasurive tyre, pra mos merr nga pasuria më e zgjedhur e tyre, por se merr nga e mesmja. Dhe ruaju lutjes atit të cilit i është bërë pa drejtësi, sepse vërtet midis ti dhe Allahut nuk ka hijab, pra midis lutjes së tij dhe Allahut nuk ka pengesë. E transmetojnë këtë hadith pra Buhari dhe Muslim. Dhe po të vëmë re te ky hadith, te këto dyja transmetimet që kanë ardhur, porosia e dërguarit sallallahu alaihi wasallam është që gjëja e parë në të cilën do t'i ftoj Muadhi njerëzit, pra është tauhidi, adhurimi i Allahut një i vetëm. Në një transmetim ka ardhur pra që të dëshmojnë që s'ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut, kurse në një transmetim tjetër ka ardhur që ta veçojnë Allahun me adhurim. Pra, tu vihet në pa urdhresa më e madhe e Islamit, e cila është e drejta e Allahut për mbi robërit e tij, pra që ta adhurojnë Allahun një vetëm dhe mos i shoqërojnë atij askënd në adhurim. Dhe transmetohet prej Buharit dhe Muslimit nga Sehl ibn Sa'di radiallahu anhu, që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë ditën e Khajberit, vërtet do t'ia jap flamurin nesër një burri që e don atë Allahu dhe i dërguari i tij, dhe ai e don Allahun dhe të dërguarin e tij. Vërtet Allahu do ta çlirojë pra Khajberin nëpërmjet atij personi. Dhe u ngrysën pra njerëzit dhe u gdhin duke diskutuar gjithë natën se kujt do t'ju jepej, pra kujt do t'i jepej flamuri. Dhe sapo u gdhi, të nesërmen i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam pra pyeti ku është Ali ibn Abi Talib. Ju tha dërguarit sallallahu alaihi wasallam, vërtet pra ai ankohet nga syt, pra ishte probleme me shikimin. Dhe dërguan dikë tek Aliu radiallahu anhu dhe erdhen me të. Dhe bështyu i dërguari sallallahu alaihi wasallam tek sytë e tij dhe u lut për të dhe u shërua sikur të mos kishte smundje, pra sikur të mos vuante fare nga shikimi. Dhe i dha atij flamurin. Dhe i tha, shko pra hyr në oborrin e tyre me qetësi dhe thirrri ata për në Islam, pra toj ata që të veçojnë Allahun me adhurim, pra që të mos adhurojnë askënd tjetër përveç Allahut, dhe lajmëroi ata se çka u është bërë obligim atyre prej të drejtës së Allahut lartësuar mbi ta. Se pasha Allahun, nëse udhëzon Allahu nëpërmjet teje një burr të vetëm, do të jetë më e mirë për ty se sa devet e kuqe. Pra devet e kuqe ishin pasuri e madhe dhe me vlerë tek arabët e asaj kohe. Po të shikojmë pra, në këtë rast na bëhet e qartë pra gjendja në të cilën ndodheshin pra sahabët ishte gjendje lufte, pra kishin vajtur të çlironin Khajberin. Pavarësisht gjendjes në të cilën ndodheshin njerëzit prej vështirësive të luftës, pra rëndësia dhe çështja më e madhe ishte që të ftoheshin njerëzit në veçimin e Allahut një të vetëm dhe të paortak, pra që të dëshmonin se s'ka të adhuruar tjetër me drejt përveç Allahut.
Allahut. Kjo vije të re pra nga porosia e dërguarit sallallahu alaihi wasallam që jep Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, duke i thënë pra shko dhe toji ata në Islam. Tu vije të re dhe theksohet rëndësia e tauhidit, pra ta veçosh Zotin tënd me adhurim, mos adhurosh askënd tjetër bashkë me të ose përveç tij. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.